Detajet e para për banorët e Big Brother VIP Kosova 4, Fleta Laudini. Vjeshta në prag sjell për të katërtin sezon rresht formatin më të ndjekur në vend. Sikurse edhe në sezonet paraprake, kurreshja është e madhe për emrat që do të bëhen pjesë dhe të gjitha detajet tjera rreth programit. Interesimi është i madh mbi të gjitha edhe për kohën kur nis sezoni i ri. Në 2 sezonet paraprake ishte bërë traditë që formati të nis në gjysmën e dytë të muajit tetor. I pyetur nga ndjekësit, Alaudin Hamiti u shpreh me humor kur kemi nis ne më herët që me nis edhe këtë vit. Veshët kamen au zgjat, po tallem. Sidoqoftë, po punohet në atë drejtim. Moderatori zbuloi edhe se procesi castingut është në përfundim e sipër dhe janë super karaktere. Ndjekësit nuk mbetën pa e pyetur edhe për opinionistët, për të cilët ai hapi një sondazh, në të cilin 62% e ndjekësve zgjodhin opsionin e opinionistëve të rinj në vend të Oltës dhe Milaimit. Kush është një personazh që mendoni se do jetë në këtë sezon të BBVK? Na thoni mendimin tuaj në koment.